Një ngjarje e rëndë ka ndodhur të shtunën në Itali, ku një shqiptar ka vrarë ish gruan e tij. Ky rast i ndjeshëm ka tronditur qytetin e Telentino, në provincën e Macerantës, ku një shqiptare 45 vjeçare u vra me thirr nga ish bashkëshorti i saj. Viktima në këtë rast ishte Gentiana Hudra, e cila raportohet se u vra nga ish bashkëshorti i saj 55 vjeç Nikolaç Hudra. Si ndodhi ngjarja? Sipas raportimeve të mediave atje dhe sipas deklaratave të cilat janë dhënë në polici e që janë publikuar në media, ngjarja ndodhi pas orës 20 në qendër të qytetit. Gentiana, që punonte si kujdestare, po fliste në telefon me një mik në momentin kur u sulmua nga pas. Pra kur ish bashkëshorti e qelloi me thik rreth 10 herë. Armë kjo të cilën e kishte fshihur në rrobat e punës. Edhe pasi ajo kishte rënë në tokë, ai ka vazhduar ta godas. Më pas, pa thënë asnjë fjalë, është ulur në pushimore aty pranë dhe ka pritur forcat e rendit, që e gjetën ende në vend ngjarje. Kjo vrehet edhe në pamjet e filmuara pak çaste pas krimit, e të cilat po qarkullojnë në rrjetet sociale, ku edhe duken momente dramatike pas të ngjarje makabre. Në një foto të shkrepur nga lart, shihet trupi i pajit i Gentianës e mbuluar me gjak dhe pranë saj, ulur në një pushimore, ndodhet ish burri, i cili qëndroni pa lëvizur me sy drejt vendit ku kreu krimin. Ndërkohë mediat italiane kanë publikuar dëshminë e një banoreje aty afër ku ka ndodhur krimi, dhe e cila ka parë skenën e vrasjes së shqiptares nga ish bashkëshorti i saj. Isha në bar kur dëgjova një brik tmerruse. Dola jashtë dhe pash një sherr mes një burri dhe një gruaje. Ajo në një moment ra në tokë e pafuqishme, ndërsa ai vazhdonte ta godiste me këmbë. Thirra menjëherë 118, ju afrova dhe pash shumë gjak. Ai ishte ulur në një stol, pothuajse i kënaqur dhe thoshte: "Unë e bëra, jam mirë, po pres." Sipas disa dëshmitarëve të tjerë, ish bashkëshorti e ka goditur fuqishëm edhe me këmbë duke e shkelmuar, edhe pasi ajo kishte rënë pa shenja jete në tokë. Disa tregtar të zonës thanë se pas krimit ai ishte ulur në pushimore dhe u shpreh: "Bëra atë që duhej." Sipas raportimeve të mediave italiane, burri kishte tentuar edhe 3 herë të tjera për ta vrarë 45 vjeçaren shqiptare, dhe se gjatë marrjes në pyetje, ai e rrëfeu krimin dhe tha se e kishte planifikuar ta vriste ish bashkëshorten për të liruar fëmijët e tij. Çifti shqiptar kishte 2 vajza të moshës 21 dhe 23 vjeçe, dhe autoritetet përkatëse atje kanë ofruar menjëherë mbështetje psikologjike për ta. Ish bashkëshorti i saj, sipas mediave italiane, nuk rezulton të ketë pasur më parë ndonjë urdhër mbrojtjeje apo precedent penal për dhunë, as ndaj ish bashkëshortes dhe as për probleme të natyrës psiqike, dhe ai aktualisht ndodhet në burg. Raste të ngjashme si ky i shtunës së mbrëmja në Itali janë raportuar shumë shpesh. Kjo pasi në shumë raste ka pasur shqiptarë të cilët kanë vrarë bashkëshortet apo ish bashkëshortet e tyre në forma më makabre të ndryshme. Disa prej tyre i vranë përmes goditjeve të shumta fizike, të tjerit i vranë me përdorim të armës së zjarrit. Rastet e ngjashme raportohen shumë shpesh dhe padyshim që janë shumë shqetësuese për shoqërinë shqiptare në përgjithësi.